kuadër të aktiviteteve që sektori i arsimit Bashkitë Vaudes bën prej vitesh, ne kena filluar me aktivitete sportive, me futboll, me volejboll për vajza, me shah. Këtë vit kena menuar që ky aktivitet ketë në një qasje tjetër me nxënësit, që është në qendër të vëmendjes nxënësi i vitit. Pra, këtë vit nxënësi merr statusin si nxënësi i vitit dhe na kena menuar që me i certifiku për këtë titull, për arritjen e notave të larta dhe një nxënës që është talent i vitit. Gjithashtu sot në këtë aktivitetin do të performohen edhe vadhe, piktura, pra do të prezantohen edhe ato që për mas me uni keq pjesa tjetër, kena pru edhe nxënës tjerë që performojnë edhe promovohen me këtë radhë. Qëllimi i këtij aktivitetit ka qenë që të motivohen nxënësit, që të kenë një status dhe të jenë model frymëzimit për nxënësit e tjerë. Ideja lindi duke pa që para, po them, ajo nxitja e nxënësit për me kenë model kohët e fundit, edhe të dashur me i dhënë nxënësit si frymëzim për nxënësit e tjerë, dhe pas një pune gjatë që është bërë me drejtorat e shkollave për me nxjerrë, po them, ekselencën e këtyne nxënësve ose talentin, dhe kena rritë në finalizimin me këtë aktivitet që po bëjmë sot.